Largimi i Rogerit nga shtëpia e Big Brother Albania erdhi si një nga momentet më të forta emocionale të atij edicioni. Vendimi i tij për të lënë lojën pas kërkesës së vazhdueshme të Monikës që ai të bilte u interpretua në mënyra të ndryshme nga publiku dhe banorët brenda shtëpisë. Që në fillim Rogerti ishte paraqitur si mendje malesore i fortë me qëndrim krenar i drejtpërdrejtë dhe me një lloj burrërie tradicionale që shpesh e theksonte në debatet me të tjerët. Ai përpiqej të mbante një profil të vendosur, duke mos u tërhequr nga përplasjet dhe duke u shfaqur si njëri që nuk ndikohet lehtë. Por dinamika me Monikën ndryshoi krejt rrjedhën e lojës së tij. Monika, një nga figurat më të forta dhe më të komentuara të atij sezoni, ishte e njohur për strategjinë e saj të qartë, për mënyrën si provokonte dhe si dinte të hynte në psikologjinë e tjetrit. Shumë shikues e kanë cilësuar si lojtare që ka bërë çorap Shqipërinë një metaforë që nënkupton ndikimin e saj të madh në publik, në debatet mediatike dhe në rrjetet sociale. Ajo krijonte situata, nxiste reagime dhe shpesh i vendoste të tjerët në pozita të vështira. Kur Monika filloi t'i kërkonte Rogerit që të dilte nga shtëpia, situata mori për masa të tjera. Kërkesa e saj nuk ishte vetëm një fjalë e thënë në nerva, ajo u përsërit dhe u shoqërua me presion emocional, diskutime të forta dhe tension të vazhdueshëm. Për një person që kishte ndërtuar imazhin e tij mbi forcën dhe qëndrueshmërinë, kjo u kthye në një sfidë të madhe psikologjike. Shumë e pan largimin e Rogerit si një rënje prej e strategjisë së Monikës. Ideja që një burr me profil të fortë, që theksonte krenarinë dhe qëndresën, u ndikua deri në pikën sa të largohej, krijoi debat të madh. Disa e interpretuan si dobësi, të tjerë si një akt krenarie, duke menduar se ai zgjodhi të ruajë dinjitetin e tij duke mos vazhduar në një ambient që e konsideronte të padrejtë ose të rënduar emocionalisht. Nga ana tjetër, Monika u pa si lojtare që arriti të destabilizojë një kundërshtar të fortë. Ajo e përdori presionin, debatet dhe fjalët si mjet e loje. Në reality show, psikologjia është po aq e rëndësishme sa strategjia. Kush arrin të ndikojë emocionet e tjetrit, shpesh fiton terren. Ky episod ngriti një pyetje më të gjerë: a është largimi dorëzim apo zgjedhje e vetëdijshme? Në një format si Big Brother, kur izolimi, kamerat dhe gjykimi publik janë të përhershme, presioni mund të bëhet i papërballueshëm. Edhe personat më të fortë mund të preken. Në fund, historia e Rogerit dhe Monikës mbetet një nga momentet më të diskutuara, sepse preku disa shtylla të forta të mentalitetit shqiptar: burrërinë, krenarinë, ndikimin e gruas në raport me burrin dhe fuqinë e strategjisë në lojë. Pavarësisht këndvështrimit, është e qartë se dinamika mes tyre la gjurmë si brenda shtëpisë ashtu edhe jashtë saj, duke treguar se në Big Brother jo gjithmonë fiton ai që duket më i fortë, por ai që di të luajë më mirë me emocionet dhe situatat.